Tash e disa vite në Kosovë, çështja e parandalimit dhe luftimit të korrupsionit është pothuajse temë bazë e diskursit publik në Kosovë. Madje kjo temë është po ashtu pjesë edhe debateve dhe premtimeve elektorale në kohë zgjedhjesh. Veçanërisht kjo ka qenë e theksuar në zgjedhjet e vitit 2021, që çështja e luftimit të korrupsionit kishte qenë bazë e premtimeve elektorale, veçanërisht për partinë e cila kishte ardhur në pushtet. Megjithatë, kur ka kaluar e gjithë kjo kohë deri më tani, fatkeqësisht në Kosovë ende mungojnë rezultatet konkrete në luftën kundër korrupsionit. Sipas raportit të Komisionit Evropian, Kosova është në mes të një faze të hershme dhe një niveli të përgatitjes në luftën kundër korrupsion. Mungesa e rezultateve shprehet në mungesën e dënimeve me burgim efektiv në rastet e korrupsionit të profilit të lartë. Mungesë tjetër e rezultateve konkrete shprehet edhe në mungesën e sukseseve në fushën e konfiskimit të pasurisë përfituar me vepër penale. Duhet theksuar se përpos konfiskimit në procedurë penale, Kosova ka miratuar edhe një ligj jashtëzakonisht të fuqishëm, e që është ligji për kompetencat e zgjeruara në konfiskimin e pasurisë, por që fatkeqësisht një ligj i tillë aplikohet vetëm në raste përjashtimore nga ana e prokurorit të shtetit. Një problem tjetër në fushën e luftës kundër korrupsionit është politika ndëshkimore në rastet kur gjykata gjen se është kryer një vepër penale e korrupsionit. Secili dënim ka qëllimet e veta të përcaktuara në kodin penal. Parandalimi i kryerësit që të mos kryejë më vepër penale të korrupsionit dhe dërgimi mesazhit tek shoqëria që mos të përfshihen në vepra të tilla penale janë dy nga qëllimet kryesore të dënimit. Megjithatë, në shumë raste gjykatat nuk ndjekën një politikë ndëshkimore adekuate në përputhje me ligjin. Arsyetimet e dhëna në vendimet gjyqësore ishin në shumë raste ishin arsyetime të përgjithshme dhe jo detajuese, duke parë parasysh këtë problematik. Gjykata Supreme e Republikës së Kosovës miratoi një udhëzues të veçantë për politikë ndëshkimore dhe madje për rastet e korrupsionit miratoi edhe një udhëzues të veçantë për këto raste. Megjithatë, aplikimi në praktikë i këtyre udhëzuesve nuk arrin nivelet e kënaqshme. Një problematik tjetër në trajtimin e rasteve të korrupsionit është mungesa e aplikimit të dënimeve plotësuese. Dënimet plotësuese janë një masë e fuqishme në luftën kundër korrupsionit, për shkak se personat me probleme me ligjin i largon nga gjendja në cilën apo nga pozicioni në cilin ata kanë kryer ato vepra penale. Fatkeqësisht, në shumë raste këto dënime nuk aplikohen në mënyrë në mos të mjaftueshme dhe që në një farë forme lihet i pa aplikueshëm një prej mjeteve shumë të fuqishme në fushën luftimit të korrupsionit. Përkundër faktit që qeveria e Republikës së Kosovës erdhi në pushtet me sloganin drejtësi dhe punësim, fatkeqësisht ajo ende nuk ka miratuar një strategji shtetërore për luftimin e korrupsionit. Përkundër faktit që ka një obligim ligjor për miratimin e kësaj strategjie dhe përkundër faktit se ky është një dokument jashtëzakonisht i rëndësishëm në fushën e parandalimit dhe luftimit të korrupsionit, në atë mënyrë që e njëjti dokument do të sinkronizonte përpjekjet dhe veprimet ndërinstitucionale në fushën e parandalimit dhe luftimit të korrupsionit, fatkeqësisht një dokument i tillë mungon. Dhe fatkeqësisht kur po përfundon mandati qeverisës nga një qeveri që në boshtin e saj ka pasur, në boshtin e premtimeve të saj ka qenë lufta kundër korrupsionit, fatkeqësisht një strategji e tillë ende nuk është miratuar, duke krijuar përshtypjen se as vetë qeveria e Republikës së Kosovës nuk e ka pasur të qartë rrugën apo strategjinë që do të ndjek për
parandalimin dhe luftimin e korrupsionit.